1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, përkujtohet në Shqipëri dhe në shumë vende të botës. Festa e punëtorëve synon të kujtojë angazhimin e lëvizjeve sindikale dhe vështrimin ekonomik social të punëtorëve. Për herë të parë 1 maj është festuar në Shqipëri në vitin 1905, kohë kur Shqipëria ishte ende pjesë e perandorisë osmane. Të paktën kjo shkruhet në librin Kronik e lëvizjes punëtore sindikale në Shqipëri të autorit Stilian Adhami, publikuar në vitin 1969. Sot në Shqipëri është ditë pushimi. Në lushnjë kafenet janë mbushur plot, nuk ka asnjë aktivitet tjetër. Qytetarët mendojnë që kjo ditë nuk është ditë feste, por proteste. Ky 1 maj ka qenë trashëguar nga koha e Enverit, ka qenë trashëguar festë e punëtorëve. Po në fakt që në gjithë botën bëhet festë për grevë për punëtorët. Po në Shqipëri është njohur si festë dita e punëtorëve. Tani kështu është festuar në Shqipëri dhe kështu ka ngelur. Ju si mendoni si duhet jetë? Kjo si duhet jetë? Kjo duhet jetë festë punëtorëve. Ashtu protestë punëtorët, po siç është trashëguar nga Enveri, kështu nga duke ne ngrihet njëri. Kujtime janë këto punë, kujtime janë to. Kujtime janë të 1 maj men, po 1 maj njëri datë historike. Ky çfarë vëmë? Çu do ta gjykojmë ne? Janë kujtime, do të bëj protestë, apo do të bëj protestë, kemi dritë të mentaliteti këtyre kështu është. Dita e punëtorëve i referohet kujtimit të protestave të punëtorëve që synonin orarin e punës 8 orë. Në vitin 1886, një demonstratë e madhe ndodhi në Amerikë, ku punëtorët kërkonin 8 orë punë. Megjithatë, shpejt demonstrata doli jashtë kontrollit dhe në Chicago, shumë njerëz u lënduan, mes tyre 7 policë. Ky incident u bë i njohur si çështja Haymarket dhe shënoi fillimin e ditës ndërkombëtare të punës. Në Evropë, 1 maj, festa e punëtorëve është bërë zyrtare nga ana e delegatëve socialistë të Kongresit të Internacionale së dytë në Paris në vitin 1889 dhe ratifikuar në Itali 2 vjet më vonë.